Mos u bëj budalla, e ja këtu. Qetësohu. Qetësohu. Ky vend kishte një qen që i bënte fëmijët e lypnit. Ai bastardi i vuri fëmijët në shtrat në një vend të keq. E quan Çatall. Keni dëgjuar për këtë emër? Jo. Kur nuk kam dëgjuar për të. Edhe unë nuk kam dëgjuar. Ndoshta u përpoq të shiste Larën, të shantazhoj, ndoshta kërkoj ndonjë shpërblim. A je i sigurt? Po të sigurt, nuk pash dhe nuk dëgjova. Ky është vendi ku jeton të bia ime? Edhe ne mendojmë kështu, Xhaxha Nizam. Por disa fëmijë të rrugës e shpëtuan atë nga duart e këtij djalli. Kush janë ata? Ku janë? A është ende vajza ime me ta? Xhaxha Nizam, do të përgjigjem të gjitha pyetjeve tuaja. Por më jep disa ditë, të lutem, më beso. Mirë. Mirë. Por vetëm disa ditë. Vetëm disa ditë. Mirë. Barbaros, vëllaja është shumë i lodhur. Nëse nuk ka asgjë më shumë për të thënë, atëherë na do të shkojmë. Ashtu. Unë kam qenë në gjendje vetëm për t'ju informuar deri tani. Tani për tani. Kështu që ikni. Do të thuash tani për tani? Do me thënë vlla Menderes, nëse mësoj diçka të re, dhe nëse zyra e prokurorit do të më lejoj t'ju tregoj për këtë, do t'ju telefonoj prapë dhe do të flasim për gjithçka. Mirë, në rregull. Disa ditë. Vetëm disa ditë, birë. Në rregull. Në rregull, Xhaxha Nizam. Do të telefonoj. Xhemal, jemi në rregull. Ti prit jashtë. Tani nën, mendoj se Menderesi të kërcënoi, sipas supozimeve tona. Dhe ti, siç i the Çatallit, ja more foshnjën nënës së saj dhe ja dhe e Nazit. Pastaj u pendove për atë që kishe bërë dhe i tregove motrës Bahar gjithçka.
Dhe motra Bahariku nga shtëpia atë natë pikërisht në pijamat e saj. Dhe pastaj erdhi këtu dhe e vran të shkretën. Është e vërtet? Është. Barbaros, merë atë vajzë dhe shko. Lërë këtë çështje. Merë vajzën dhe ik. Pse nën? Pse? E vetmja gjë që mund t'ju them, mos u ngatro me të kaluarën birë. Vajzën e ke gjetur, ba, merë dhe ik. Atëherë do të vuaj shumë. Të lutem birë. Do takohemi në gjykatë, nën. Gjemal. Dërgoje nënën në shtëpi. Aga, je e sigurt? Në këtë gjendje, për të marrë nënën tuaj në shtëpi, duhet të them që... Jam i sigurt. Menderesi nuk duhet ta di se e mora në pyetje nënën time. Po, sikur motra Shirin të tregoj. Nuk do ta tregoj. Ajo nuk i tha Menderesi se kisha gjetur Gylajshen, dhe sot ajo nuk do ta tregoj. Sepse këta janë duke fshehur diçka të madhe, vlla. Unë jam Gylajshe, a mund të vish nesër në mëngjes tek ne? Çfarë po ndodh, aga? Gylajsha më thret tek ata. Kjo nuk është gjë e mirë? Mirë është, por... Si ta shoh në sy atë? Gylajshe. Mirë, do të vi. Vëlla Sabit. Shiko. Çfarëdo që të fshehin nga ne ata, unë ata nuk do t'i lë kurrë, në rregull? Mirë. Asnjëherë. Gylajshe, dashuria është më e fortë apo dashuria vllazërore? Nuk e di. Dashuria vllazërore është e butë. Kurse dashuria është egër. Dashuria vllazërore është plot me besim. Ndërsa dashuria është e dyshimt. Dashuria vllazërore të jep paqe gjithmonë. Ndërsa dashuria është shqetësuese. Atëherë dashuria e stuhishme, e dyshimt dhe e shqetësuese. Dashuria vllazërore është e butë, plot me besim, edhe qetësi shumë.
Tani a je më mirë? Ndoshta ka këtu ndonjë shpjegim. A ka ndonjë shpjegim për faktin se Ari në Azmies përfundoi në kasafortën e Suatit? Sepse ky njeri erdhi në shtëpinë tonë. Këtë të lutem ma bën të qartë. Mos kështu zonja Xhere. Gjithçka është e qartë si drita. Menderesi ja shiti fëmijën çatallit dhe Suati e ka filmuar të gjithën atë natë dhe pastaj shantazhoi Menderesin. A do të shkoj në burg? A do ta denoncosh vëllain tim? Unë të thash ditën kur Sabiti u ndalua para kamionit. Ne vërtet gjithmonë kemi qenë fajtor, por tani mbaroi gjithçka. Menderesi ka për të shkuar në burg dhe kjo mjafton. A më kuptove? Zonja Xhere keni shkatruar vetën, mos jani më. Ai është vëllai im i vogël. Tjetri vëllai im më i madh. Kurse ti tani këtu më thua mua që do të ma shkurtosh njëri nga krahët e mi? Atëherë si mund të mos qarë? Menderes. Ma dogje zemrën, Menderes, ma dogje shpirtin. Mirë mbrëma, motër. Mirë mbrëma, zonja Motër. Hacer, kam lajme shumë të mira për ty. Barbarosi po thuaj se gjeti vajzën time. Uri me ty, vëllai dashur. Sot e bekoft. Si mund të ndodh kjo? Si mund të ndodh? Barbarosi tregoi gjithçka sikur të kishte qenë në strofullën e dajës atë natë. Mendoj se Barbarosi gjeti fëmijët e rrugës dhe ata i thanë të gjitha. Nëse ka gjetur të pastrehët, atëherë ka gjetur Larën. A nuk do ta kthej vajzën derisa ta gjejë rrëmbyesin? A ju afrua shumë me ne. Duhet të bëjmë diçka. Duhet të bëjmë diçka. Po sikur ti themi se Shirini e mori fëmijën, si thua? Nuk të rekomandoj mbes. Sepse nëse ai ngjan babait të tij, atëherë atij nuk i intereson nëna. Çfarë bën ti këtu, çatall? E gjeta këtë në banjë. Ka shumë erë të këndshme, parfumi shtrenjtë, apo jo? Menderes, ndalo. Sa i qetë je për momentin. Mirë, je këtu, por si do të dalësh jashtë? Se mendova këtë gjë. Barbarosi është në hundën tonë dhe ju jeni të shqetësuar se si unë do të dal nga këtu. Çfarë do të thotë Barbarosi është në hundën tonë? Barbarosi erdhi tek ti. Jo. Ju tha se ai e përshkroi atë natë sikur të ishte atje, prandaj thash kështu, po tani më thoni ç'do bëjmë, ha? Cili është plani? Plani? Ju nuk doni të dini se cili është plani im, çatall. Baba, zemra jote nuk e përballon dot.
Nëse ti përpiqesh që ti bësh diçka Barbarosit, unë do ta vras. Dhe ti nuk do t'jesh i pari që unë e vras, zotri Menderes. Çfarë po bën ti? Nuk do t'i bëjmë asgjë Barbarosit. Apo jo? Menderes. Po të them diçka. Bëj ç'të duash, por mbaje këtë djalë. Por unë sidoqoftë, nëse Barbarosi vë në rrezik Nazin, e përsëris, nuk do të shikoj faktin sa i djalë është i yti. Kjo punë nuk më intereson. Çfarë mëngjesi mrekullueshëm këtu? Apo jo, vëllamete? Ajri i pastër? E po e jam më shpesh atëherë, vëllamete? Vi këtu një herë në javë. Mos e ja një herë në javë, e ja 3 herë në javë. 3 herë, pas e gruaja ime do të më përzër. Nuk do të flasësh me mua, mos fol. Nuk do të më shohësh, mos më shiko. Përse? Sepse jam thellësisht i dashuruar me ty. Po vdes nga dashuria për ty. Mirë se erdhe Barbar. Mirë se erdhe. Mirë si u gjej, ju bëft mirë. Eja këtu merr një karike, ke ngrënë mëngjes. Jo, faleminderit. Hëngra. Eja këtu. Mirë si u gjeta, por çfarë ndodhi? Unë të njoh ty. Më në fund t'u kthye kujtesa. Jo, nuk më kujtosh. Gylaisha më tha se unë e njoh Barbarin. Për më tepër të konsideroja vëllavët i u bëre policë. Mirë, vëlla Sabit, tani kjo nuk ka të bëjë me temën. Të telefonova unë ty sepse ti më duhesh diçka. Urdhro, të dëgjoj. Vëllamete tha se do të ishte mirë sikur të flisnim për atë që vëllai Sabit e kishte harruar në atë kohë, do me thënë duhet të mbushim boshllëkun. Nuk është kështu, vëllamete? Po, Unë e pyeta vëllameten dhe doli se vëlla Sabiti të harroj më tepër. Mendoj që nëse takoheni ju më shpesh, ndoshta ai të kujton. Çfarë po thua Mete? Do ta kujtoj Sabiti nëse e shohim njëri tjetrin më shpesh? më duket se kjo të ndihmon, por pse të mos ta provojmë? Por të paktën duhet të provojmë. Sigurisht. Sigurisht nëse do edhe ti. Mirë. Por së pari duhet të flasim. Shkojmë. Do të më shohësh mua shpesh. E jo Gylajshën, unë jam ai që nuk më kujtohet. Vlla Sabit. Më duket se edhe Gylajsh harroi diçka të rëndësishme që do flasim. Ne do të flasim fillimisht. Ulu, Sabit, ulu. Haje mëngjesin. Gylajshe. Po ashtu, ti tani vërtet do që unë më shpesh ta shoh Sabitin, apo jo? Po, Por kjo do të thotë se unë më shpesh do të duhet të vi këtu. Në mënyrë që të takoj Sabitin më shpesh. e di. Kjo do të thotë se ne gjithashtu do të shohim njëri tjetrin më shpesh. Do të më shihni çdo ditë. E mirë, mos më kujto tani opsionin tim që ta kujtova?
Mos gabo të mendosh se të kam falur ty apo diçka. Dua vetëm që vëlla Sabiti të kujtoj gjithçka sa më shpejt që të jetë e mundur. Ti nuk më ke falur, por ke dëshirë të më përdorësh me qetësi, apo jo? Përse po habitesh? Ti je i mësuar që të përdorësh njerëzit. Kjo është e tepruar. Më mirë tërhiqe këtë fjalë. E po, me të vërtet, unë nuk do të dorëzojmë kur, komisar. Nëse të përshtatet, atëherë mirë, po nëse jo, atëherë rruga është aty në rregull. Unë do të gjej një mundësi tjetër. O, zoti i madh, çfarë lloj personi je ti, ë? Njëherë më kërkon të ndihmoj, pastaj në të njëjtën kohë më ke vënë një kusht. Si do të funksionojë kjo? E jam ashtu pra unë. A mund të më thuash nëse je dakord apo jo? Gylajshe. Çfarë të thash? Të pëlqen ty apo jo, unë nuk do të shkoj askund. Por Gylajshe! E ja pak! Urdhëro motor. Gylajshe, vëllamet e tha se herët avon Sabiti do kujtoj gjithçka. Përse nxitoni kështu nuk e kuptoj. po ashtu. Po edhe unë jam i interesuar. Kur jam dhe unë i përfshirë në këtë çështje, pse e more këtë punë? Sepse vëlla Sabiti nuk të ka harruar vetëm ty, por edhe diçka shumë më të rëndësishme se sa ty. Unë nuk e di se çfarë është ajo gjë, por vëlla Sabiti donte të vdiste për shkak të asaj gjëje, prandaj. Për më tepër, a të kujtohet kur më the se ti po fshihje diçka tjetër dhe se do të çmendesha kur ta zbuloja unë? E pra unë mendoj që çfarëdo që të jetë kjo gjë, kjo gjë përpaksa nuk e vrau vëlla Sabitin, mendoj. Ki kujdes. Nëse i shtrëngon edhe më tepër dhëmbët, do të thyen ato. Motor? Edhe ti prit në një vend, për ndryshe do të humbasësh vetë dijen tani. Gylajshe. E të shkojmë. Dashuria është vërtet mizore. Kjo është e vërtet. Unë nuk doja të ngacmoja. Ti je e zgjuar. Kohën e fundit jam bërë e zgjuar pra dhe unë. Me sa duket sepse pas kam hequr qafe dashurinë e marzishme. E hoqe qafe? E hoqa qafe. Nëse të them, çfarë do të bësh? Po thua se nuk mund të jem e lumtur pa ty, a këtë do ta thuash? Jo. Kryesore është që ti jesh e lumtur. Edhe nëse kjo ndodh pa mua, s'ka gjë. Çfarë thua tani për gjendjen e vëlla Sabitit? Je dakord apo jo? Jam. Por
A je ti vetë dakord? Çfarë do thot kjo? Le të themi se ke të drejtë. Ta zëm se Sabiti e mban mend pse për pak sa nuk vrau veten. Dhe ai dëshiron të vdes prap. Të kujtohet kur ti u çmende dhe hoqe qafe? Dashurinë e marrëzishme, të çmendur. E ke menduar këtë gjë? E mendova. Kam edhe shumë frikë nga kjo gjë. Shumë kam frikë, tepër. Por nëse unë nuk e mendoj fare atë gjë... Mos shko. Mos e lër vetëm. A ka që ke qenka? Po përse nuk ma thua mua? Po do të thoja se doja të të mbroja. Do të më besoje? Nuk e di ma. Po, Hyma. Ku je ti? Të kërkova të telefonoje dje, por ti nuk telefonove, për pak vdisha nga ngazëllimi. Jo, isha i zënë, nuk mund të telefonoja. Në mblodhe të gjithëve atje. Çaçai është i mërzitur. Ti the se ke një dëshmitar? Barbaros. A je afruar autorit të krimit? Po, shumë. Do të telefonoj më vonë. Jam i zënë, po të marrë më vonë. Në rregull? Unë po dal tani edhe ti me qetësi fol me Hymen. Nëse më Terezi del, unë do të shikoj. Dhe ti shiko gruan e ti. Mirë, në rregull. Përshëndetje vëllatasin. Përshëndetje Zafer. Zotrin Zam tha se Gjano është e sëmur. Si është ajo tani? Mos fol vëlla. Ai është e sëmur, për tani çdo gjë është në rregull, fal Zotit. Shumë mirë është. Mirë. Përshëndetje nga unë shumë. Qoftë e kaluar. Faleminderit vëlla, do ta përshëndes. Pra motra jote është e sëmur, a? Sa gënjështar i mirë që qenë ke ti, të lumt. Patëm një bisedë kaq të mirë ditën e djeshme para detit. Pse je kaq e zemruar tash? A mund të më thuash? Me sa duket është bërë zakon. Pse ke ardhur ti? Për të rregulluar fenerët në kopsht. Në një mod të tillë. Punë është kjo. Zafer, unë nuk mendoj se qëllimi jot i vetëm është vetëm drita në kopshtin ton. Pse ke ardhur? Shiko, ke ardhur së fundit tek Fidani? E gjetët Gylajshën. E thira zotin Nizam dhe i thash se Gjano ishte i sëmur. Dhe unë nuk mund të bëja gjithçka. Por drita në kopsht është e rëndësishme, në rregull? U bë? Zipkin. Mirë, në rregull. Ja do ta them pse erdha unë këtu. Tani dëgjom mirë me kujdes. Erdha këtu për të parë nëse ti dhe tezja juaj tregoni Nizamit për Gylajshën. Çfarë do të bësh? Le të themi se ne vendosëm të tregojmë. Çfarë do të bësh? Do na mbyllësh gojën? Dëgjoj, ende nuk e kupton se sa serioze është gjithë kjo princesh. Ne nuk mund të flasim derisa të gjejmë ata që rrëmbyen Gylajshën. E kupton këtë? Mirë, në rregull.
por Barbaros u afrua me ta, apo jo? Duke se po. Kush është? Te kush dyshon ju? Nuk kam përgjigje për këtë pyetje, princesh. Pa përgjigje tash. Po shkoj të marr veglat. Barbarosi tha se shumë shpejt do të marrë përgjigje për të gjitha pyetjet. Ai kërkoi kohë. Shumë shpejt do ta gjej vajzën time, zonjë Nermin. Zia do të marrë fund. Jam shumë e lumtur, zotrin Nizam. Me të vërtet. Jam shumë e lumtur për ty. Shpresoj. Sigurisht shpresoj që ke bërë si të ndëshkohen. Shpresoj. Ju bëft mirë. Faleminderit, vajzë. Zafer? Përshëndetje, Xhaxha Nizam, si jeni? Faleminderit, përshëndetje. Më lësho! Si është motra jote? Po, mirë është, Xhaxha, mirë është. Harova unë diçka në makinë, po shkoj të marr dhe do të kthehem. Mirë, mbaje mendjen tek puna jote. Faleminderit, Xhaxha. Kush është ky? Ky është elektricist, ai rregullon dritat në kopshtin ton. Në djalë shumë aktiv. Menderes! Jam në banjë, jeta ime. Nermini është kthyer, është duke ngrënë mëngjes poshtë me vëllain tënd. E di e dashur. Çfarë do të thotë se e di nga e diti këtë? E kam ndjekur që kur ka zbrit nga avioni. Arsyeja? Nëse hetimët do t'i kishin treguar Barbarosit se çfarë ndodhi atë natë, ata duhet të kishin thënë se makina që solli foshnjën i përkiste Nerminit. Barbarosi dëshiron ta marrë në pyetje Nerminin. Jam duke e mbajtur një sy mbi të. Nëse Barbarosi merr në pyetje Nerminin, ajo menjëherë do t'tregoj gjithçka. Mos u shqetëso tani. Si mund të mos shqetësohem? Ti thua se asgjë nuk do të ndodh për nëse ti shkon në burg ku kam mbaruar. Unë nuk mund të të humbas ty, Menderes. E dashur, asgjë nuk do të ndodh. Mos u shqetëso. Qetëso e dashur. Si mund të jesh kaq i qetë ti? Zakonisht isha unë ajo që isha më e qetë. Çfarë ndodhi, çfarë ndryshoi? Asgjë nuk ka ndryshuar, jeta ime. Thjesht vendosa ti marr gjërat në duart e mia. Dhe kështu ka ardhur koha. Barbarosi më detyroi të bëj disa gjëra, kjo është e gjitha. Asgjë për të shqetësuar. Dashuria ime.